i Karadhës ka të bëjë me rekomandimin e sekretariatit për rinumërimin e vendvotimeve për cilat ka diferencë. Bazuar në lirin 15 paragrafi 3 rregullorës zgjedhore numër 14/2024 për çëndrën e numërimit dhe rezultateve, në rast të konstatimit të mospërputhjeve ku numri i nënshkrimeve në listën e votuesve është më i madh se numri i fletvotimeve në kutitë e votimit, apo numri i nënshkrimeve është në listën e votuesve është më i vogël se numri i fletvotimeve në kuti, atëherë rasti evidentohet dhe kutia përkatëse e votimit i rekomandohet KQZ-s për rinumërim. Lidhur me këtë, ne kemi evidentuar raste të tilla për 16 vendvotime, të cilat i keni edhe në tabelën Excel, cilën e kam dërguar edhe përmes emailit. Pra bëhet fjalë për kuti për kuvende komunale dhe për kryetar komuna, që prekin këto komuna: Deçanin, Llogocin, Gjilanin, Prishtinën, Prizrenin, Shtimen dhe Sarekën. Pra gjithsesi janë 16 vendvotime që do të më nështru rinumërimit nga ana e sekretariatit, andaj lidhur me këtë ne rekomandojmë që të miratohet të aprovohet ky rekomandim. Faleminderit. Unë kam një çështje keq tjetër me cilën jam të marrë se me këto tjerat vetëm po përpiqem me i përcjell ankesat dhe vendimet në PZAP, edhe po shoh gjëra të ndryshme. Po unë kam një shqetësim shumë të madh që po du me shfaq, dhe unë mendoj se KQZ jo vetëm duhet ta diskutoj këtë çështje, po edhe duhet të marrë vendim. Për çka e kam fjalën? Fjalën e kam për numrin e madh, jashtëzakonisht të madh, të votave me asistencë. Jo i madh, jashtëzakonisht i madh. Unë e kam marrë, me qenë se kam qenë probleme, dhe unë mendoj se sekretariati ka me na i ofrue të gjitha librat e votimit në Republikën e Kosovës, me po cila është gjendja reale. Unë e kam marrë vetëm një komunë. Kam kërkuar librat, statistikat dhe krejt. Dëgjoni me kujdes për hanin e Elezit. Në hanin e Elezit pjesëmarrja është 5015 votues nga 8000 diçka. Nga 5015 votues, 527 janë me asistencë, ose 10.51. Nga ta të verbër, ose me shikim të dobësuar, thuhet se janë 243. Kurse analfabet, që nuk din shkrim lexim, ka mundësi që janë edhe shkolluar analfabet funksional, 244. Dhe më thonë 10.51% e gjithë votuesve që kanë qitë votën janë me asistencë. Sipas dënave të departamentit pensioneve, që unë kam komunikuar dhe jam duke komunikuar, do të bëj përpjekje edhe me ministrin, me agjencionin e statistikave, pak më ngadalë nështë apo përgjigjen, në komunën e Hanit të Elezit, e kemi vetëm një person të verbër që merr pension, dhe pensioni është relativisht i mirë, 300 euro. Pra, çdo person që është i verbër, ka arsye financiare mu lajmëru se e merr një pension të mirë. Vetëm një e kemi sipas statistikave të departamentit të pensioneve. Në krejt Kosovën i kemi 1825 persona që marrin pension si persona të verbër. Nga përgjigja e shoqatës të verbërve në Kosovë, ata kanë dhënë shifra paushale, thotë personat verbër janë mbi 2000. Po e marrim kështu, parafërsisht është e njëjtë. Ndërsa me shikim pak të dobësuar, sikur jemi për shembull, që i kam 4 dioptri, janë edhe 3000 tjerë. Kurse në Hantelezit na dalin 243, vetëm me një komunë. Edhe një 244 analfabet. Unë i kam këtu me vendvotime, me numër, për shembull, vendvotimi 3302, 61 me asistencë. Unë e lexoj vetëm një shembull sa më po. 21 raste me vështirësi në të shikuar, i verbër. 28 raste me arsye të paaftësisë për votim.
njeri që nuk ka aftësi për me votu, regjistrohet si person me nevojat veçanta. Shumë në rregull është. 3 raste me vështirësi në tecur. Kjo është një gabim logjik, sepse asnjë prej tyre nuk ka shkruar me kohë, po shkruajnë me dorë. Edhe vështirësia në tecur nuk pengon me hyrë në kabinë dhe me shkruar me dorë. Mirë, po këto janë arsyetimet në libra të votimit. Një rast me Parkinson, i dridhet dora. Moj me marrë me men. Statistikat e personave me Parkinson në Kosovë si kam kërkuar, drejt ju kallëzoj. 2 raste me arsye të gjendjes shëndetësore. Na kete kemi një gjendje shëndetësore. Se cili prej nesh e ka një gjendje shëndetësore. Po pa e specifikue, mundemi logjikisht me kuptu se është një person me nevojat veçanta, edhe i shkon ekipi mobil atje. Edhe 6 raste që nuk mundet me votu vetëm. Nuk mundet me votu vetëm. I ka ra njerit në kry, diçka, thotë, s'muj me votu vetëm, veç do të dikosh me ardhë. Të nderuar kolegë, media, edhe kush do qoftë, ky rast, kjo dukuri që është e përhapur në krejt Kosovën, e ka mundësi që komuna veçanta janë ma të theksuara, unë po them kështu, nuk mundet hani e lezet, me qenë se mora shembull ne kam me shifra, ata njerëz atje me qenë ma qorra dhe ma analfabet se gjilonive, ose se deqoni. Ha? Edhe na jemi ko gjatin, po bashkë që ka që shumë jo. Kjo është e para. E dyta, kjo është shkelje brutale e dignitetit njerit. Sepse këto vota me asistencë, deri në 1, sepse me hinë, kjo me asistencë do më thonë me hinë në kutit votimit, në kabinë votimit, bashkë me votusin, edhe m'ja marrë dorë nëse ti vetë me dorë tonë dhe me shkru. O shkelje e qartë e Kushtetutës së Republikës Kosovës, neni 45 paragrafit, e neni të 6 paragrafit 2 i ligjit për zgjedhjet, neni 89 i ligjit për zgjedhjet, është vepër penale sipas kodit penal të Republikës Kosovës, është vepër e ndaluar sipas rregullores, neni 10 për zgjedhjet, kjo rregulloria 12/2024. Vota me asistencë, unë pjaf shpjegoj qartë me gjuhë, është vot ose e shitur, pra e korruptuar, ose vot e kërcënuar, ose vot e shantazhuar. Nuk është e manipuluar. Manipulimi ndodh ma herë. Po janë këto 3 kategori që e dallojnë votën me asistencë. Kjo nuk është, personat që nuk din shkrim lexim, nuk është e parapar as në ligj, as kërkesë në rregullore që do të ndihmojë. Veç në komunën e Hanit të Lezet kemi 10.51 të gjitha votave me asistencë, pra votat të shitura. Hyn 2 kuvendar që janë të korruptuar, ose i ka korruptu dikush, ose në çfarë do mënyre, hyn në kuvend komunal edhe ose kryetari, sepse me sa dione, dallimi në vota për kryetar Hanë të Lezit është dikun 140, nuk është 200. Kurse vota me asistencë janë 527. Pra, rezultati është i manipuluar. Unë mendoj se nuk ka me shku kjo punë. Gjatë unë e kërkoj nga drejtori, nga sekretariati që të na i sjell librat e votimit. Nga gjitha vendvotimet e Republikës së Kosovës, kemi raste në Klokot, po edhe në disa komuna tjera, ku kanë marrë vërtetime të rrejshme. Vërtetimin e rrejshme lëshon mjeku i praksës së përgjithshme për verbrin e personit. Kjo është absolutisht e ndaluar sipas odës së mjekëve të Republikës Kosovës, sepse vërtetimin për verbri e lëshon specialisti. A e konstaton, nuk she, po
po ditën e votimit, më lëshu vërtetime, ose një ditë para votimit, me fjalin nuk sheh, nuk guxon me shku është i verbër, sepse ai mjek ka pak qaq inteligencë që nuk guxon me përdor konceptin i verbër, sepse din që ato do të me konstatue specialisti. Po thot nuk sheh, ku e din, qysh e din që nuk sheh, ose ka shikim dobësuar. Unë kam shikim dobësuar personalisht, po unë votoj. Unë mund t'i kem të dy kom të thyra, po nuk votoj me kom, votoj me dorë, kur t'hin kabinë votimi. Kërkesa ime për KQZ-n edhe për ligjvënësin ka me qenë, të ndalohet votimi me asistencë në Republikën e Kosovës si mënyrë jo dinjitoze e trajtimit të njerëzve, të votuesve edhe e shitjes së drejt për drejt të votës. Kërkesa ime për KQZ-n është rekomandim që të gjitha vendvotimet ku ka numër të madh të personave që kanë votuar me asistencë të shkojnë në rivotim, sidomos ato që ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve pa diskriminim. Të gjitha vendvotimet në Republikën e Kosovës që kanë numër të madh të vota me asistencë të shkojnë në rivotim. Edhe vetëm kështu e kthejmë pak dinjitetin e zgjedhjeve dhe integritetin e zgjedhjeve. Edhe ftoj prokurori që të jetoj të gjitha rastet e votimit me asistencë. Kemi raste, ku thot për shkak të moshës. Prokuria e ka atë mundësi se i ka numrat personal. Kush ka asistu? Sa herë ka asistu dhe për kë ka asistu? Veç një person në Republikën e Kosovës, e këtu i kemi veç me një vend votim një 5-6, që për shkak të moshës kërkojnë asistent, këte do t'i hetoj prokuria të mos neglizhoj punën, sepse edhe pozita asaj prokurie, edhe BZAP-it, edhe KQZ-s varet nga këto vota, jo tash drejt për drejt, po nga votat të ndryshme. Po une e ftoj që këtu, që këtë hetim t'a bëj rrënjësisht. Po kritikohet shumë, po unë po mendoj që ky proces zgjedhor ka shku mas miri deri me tani. Edhe vetë rezultati që kërkohet vetëm 16 kuti të votimit mu rinumëru, që kur ma pak s'ka pas në proceset e kaluara, unë normalisht që ka vend për përmirësime, po dy fjalë të mira si tha deri tash asnjëri, po veç të këshia. Kupton, është diçka aq mirë ka shku ky proces zgjedhor, saqë është shumë për mu befasu me pas kaq pak renumërimi. Po në gjuhën turke kena dëshkupu diku, kena pas probleme me asistencë, po figura e përgjithshme e procesit zgjedhor ka qenë shumë e mirë. Në krahasim me zgjedhjet e nacionale që kemi pas në shkurt, me zgjedhjet e kaluara lokale, këto kanë qenë shumë më mirë se ato, edhe do të përmirësohen të ardhmen, po besoj. Faleminderit, nëse s'ka dikush diçka tjetër, e kisha hedhur rekomandimin për rinumërimin e vendvotimeve në votim. Kush është për? Herë me 11 vota për, miratohet rekomandimi për rinumërim të 16 vendvotimeve, 16 kutive të votimit.